CSS ka shumë veti për stilimin dhe formatimin e tekstit. Vetja e ngjyrës përdoret për të vendosur ngjyrën e tekstit. Ngjyra specifikohet nga një emër ngjyre, si e kuqe, një vlerë hex, si Tarab FF0000, një vlerë RGB, si RGB 255.00. Në këtë shembull, ne përcaktojmë si vetinë e ngjyrës së sfondit, ashtu edhe vetinë e ngjyrës së tekstit. E rëndësishme, kontrasti I lartë është shumë I rëndësishëm për njerëzit me probleme shikimi. Prandaj, sigurohuni gjithmonë që kontrasti midis ngjyrës së tekstit dhe ngjyrës së sfondit, ose imazhit të sfondit, të jetë I mirë. Vetja text align përdoret për të vendosur shtrirjen horizontale të një teksti. Kjo veti mund të ketë një nga vlerat e mëposhtme. Left rreshton tekstin majtas. Right rreshton tekstin djathtas. Center e vendos tekstin në qendër. Kur vetja e vendosjes së tekstit është vendosur në Justify, çdo rresht shtrihet në mënyrë që çdo rresht të ketë gjerësi të barabartë dhe kufit e majt dhe të djathtë të jenë të drejtë, si në revista dhe gazeta. Vetja text align last specifikon se si të rreshtohet rreshti I fundit I një teksti. Vetja align vertikal përcakton rreshtimin vertikal të një elementi.
Vetja e drejtimit përcakton drejtimin e tekstit, drejtimin e shkrimit brenda një elementi në nivel bloku. Këshill, përdoreni këtë veti së bashku me vetin Unicode BD për të vendosur ose për të kthyer nëse teksti duhet të mbivendoset për të mbështetur gjuhë të shumta në të njëjtin dokument. Vetja tekst dekoration line përcakton llojin e vijës së dekorimit që i shtohet tekstit. Vetja tekst dekoration color përdoret për të vendosur ngjyrën e vijës së dekorimit. Vetja tekst dekoration style përcakton stilin e vijës së dekorimit.
Vetja text decoration thickness përdoret për të vendosur trashësinë e vijës së dekorimit. Vetja text decoration është një veti e shkurtuar për text decoration line e detyrueshme, text decoration color opsionale, text decoration style opsionale, text decoration thickness opsionale. Të gjitha linqet në HTML janë të nënvizuara si parazgjedhje. Ndonjëherë shihni që linqet janë të stiluara pa nënvizim. Dekorimi i tekstit, asnjë, përdoret për të hequr nënvizimin nga linqet siç kemi bërë këtu. Vetja text transform përdoret për të kontrolluar shkrimin me shkronja të mëdha të tekstit në një element. Mund të përdoret për të transformuar një tekst në shkronja të mëdha ose të vogla, ose për të shkruar me shkronja të mëdha shkronjën e parë të secilës fjalë, pa ndryshuar përmbajtjen origjinale në HTML. Vetja text indent përdoret për të specifikuar indentacionin e rreshtit të parë në një blok teksti. Këshill, lejohen vlera negative. Rreshti i parë do të indentohet në të majtë nëse vlera është negative. Vetja e hapësirës midis shkronjave përdoret për të specifikuar hapësirën midis karaktereve në një tekst. Këshill, lejohen vlera negative. Vetja line height përdoret për të specifikuar hapësirën midis rreshtave.
Shënim, vlerat negative nuk lejohen. Vetja e hapësirës midis fjalëve përdoret për të specifikuar hapësirën midis fjalëve në një tekst. Këshill, lejohen vlera negative. Vetja e hapësirës së bardhë specifikon se si trajtohet hapësira e bardhë brenda një elementi. Vetja tekst shadow shton hije në tekst. Në përdorimin e saj më të thjeshtë, ju specifikoni vetëm hijen horizontale dhe vertikale. Pastaj, shtojmë një ngjyrë në hije. Hije horizontale dhe vertikale me ngjyrë. Pastaj, shtojmë një efekt turbullimi me piksela në hije. Hije horizontale dhe vertikale me ngjyrë dhe efekt turbullimi. Hija e tekstit mbi një tekst të verdhë. Hije teksti me shkëlqim neoni të kuq. Vetja tekst shadow pranon gjithashtu hije të shumë fishta për një element. Përcaktoni se cilën hije në një listë të ndarë me presje. Shembulli i tanishëm tregon një hije me shkëlqim neoni të kuq dhe blu.
Ky shembull tregon një tekst të verdhë me shkëlqim neoni të zi, blu dhe të kuq.